Kam nderin të ftoj para jush kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, profesor doktor Sali Berisha. Të dashur prindër dhe familjar, të martirëve të votës së lirë, Arben Brosit, Bujar Bishanakut, Nazmi Kryeziut dhe Besnik Cekës. Të dashur qytetarë dhe qytetare të Shkodrës, i dashur zoti Luciano Boçi, nën kryetari i Partisë Demokratike dhe drejtues politik i këtij qarku, zonja Eliona Shkreli, kryetare e Partisë Demokratike, të nderuar deputet dhe kandidat për deputet të Partisë Demokratike të qarkut të Shkodrës. Sot jemi këtu për të shprehur nderimin ton më të thellë, mirënjohjen më të pakufishme për martirët e votës së lirë, herojt e vërtet të Shkodrës dhe të mbar Shqipërisë, Arben Brosin, themelues i pluralizmit dhe Partisë Demokratike, Bujar Bishanakun, aktivist i shquar, Nazmi Kryeziun, aktivist i shquar i Partisë Demokratike dhe Besnik Cekën, aktivist i shquar i kësaj partie. Por ne nderojmë gjithashtu edhe 87 qytetarë të Shkodrës që u plagosën atë ditë masakre, të cilën Shkodra nuk e kishte regjistruar ndonjëherë në kohrat e reja, në memorien e saj. Me 2 prill të vitit 1991, diktatori i fundit stalinist në Europë, Ramiz Alia, i cili kishte pranuar zgjedhjet pluraliste, vendosi të festoj fitoren e grabitur në Shqipëri të zgjedhjeve me gjakun e trive të Shkodrës, nën motivin se pushteti do gjak, se pushteti vjen nga gjaku. Gjaksorë si që ishin, ata dëshmuan Shkodrës dhe Shqipërisë se si pushtues të brendshëm nuk dalonin as pak nga pushtuesit tjerë. Madje kishin pabesi dhe mizorin në shpirtin e tyre, nuk nguruan të lajnë në gjak këtë qytet të bekur. Të dashur miq, sakrifica sublime e martirëve të votës lirë, e dhjetra qytetarëve të Shkodrës që u plagosën atë ditë, pati jehon të jashtëzakonshme ndërkombëtare, zgjoj revolten, dënimin e ashpër të mbar opinionit demokratik europian, të Parlamentit Europian, Këshillit të Europës, Kongresit Shteteve të Bashkuara. Në të vërtet, martirët e votës lirë u ndanë atë ditë nga jeta, por mbetën të pavdekshëm
mbetën të pavdekshëm në shpirtin e lirisë, në votën e lirë. Ndaj edhe ata janë sot burim drite, burim frymëzimi për çdo qytetar që i beson lirisë dhe votës saj. Martirt e 2 prillit janë frymëzim i madh për çdo qytetar sakrifikoj për lirinë dhe votën e saj. Ne nderojmë sot këtë ditë para një ngjarje që do ndajë epokat, sepse përsëri ne nderojmë veprën e tyre të ndritur, sakrificën e tyre sublime në një diktaturë, e cila nuk bazohet më në ideologjinë e ish komitetit të partisë, por bazohet në ideologjinë e dobraçit, të krimit, të terrorit. Dhe kjo është një diktaturë po aq e shëmtuar sa e para. Bazohet në ideologjinë e një bande që kërkon të mposhtë një qytet liridashës. Dhe kjo band ka një kryebandit në krye, që quhet Edi Rama. Ndaj dhe sot, sakrifica, heroizmi i martirëve të Shkodrës është më frymëzues se kur. Është thirrje për çdo qytetar të këtij qyteti të bekur, për çdo shqiptar, të kthejmë 11 majin në ditën e votës së lirë, të kthejmë me 11 maj dritën e lirisë në Shkodër dhe në mbarë Shqipërinë. Një 11 maj është dita që ndan histori dhe epoka, ndan diktaturën e bazuar në drogë, nga shteti të drejtës, lirit dhe drejtat e qytetarëve, ndan varfrimin dhe njerimin në rritjet shqiptarëve, nga rruga e mirëqenjes, e begatimit pandalshëm të tyre, ndan dëshpërimin, me shpresën, ndan zhgënjimin, me besim në madh, se Shkodra dhe Shqipëria do t'jenë të jetueshme, do t'jenë dijitoze për qytetarët e saj. Ndan shpopullimin, shkretësimin e Shkodrës dhe të Shqipërisë, nga djemë dhe vajzat, burrat dhe gratë e tyre e saj, nga besimi dhe kthimi këtij besimi, nga rikthimi tyre në Shqipëri për ndërtuar në Shqipëri ëndrrën shqiptare. Dhe u i them ju, nuk ka ëndër më të bukur se ëndra shqiptare, nuk ka ëndër më fistike se ëndra shqiptare, nuk ka ëndër më sublime se ëndra shqiptare. Nuk ka vend më të pasur, më të begat, se kjo tokë që grabisi dhe plaçkisin. Ndaj dhe ne, në 11 maj, firmosim projektin e ëndrës shqiptare, projektin e shqiptarëve jashtë varfrisë ekstreme, projektin e Shqipërisë që prodhon
në çdo qoshe skaj të saj të mira për qytetarët e saj. Projekte e Shqipërisë që begaton dhe rrit mirëqenjen çdo herë më shumë të qytetarëve të saj. Projekte e Shqipërisë që ndëshkon me forcën e ligjit krimin, korrupsionin dhe mbron të drejtat e qytetarëve. Projekte e Shqipërisë që shtrohet në një epicentër të fuqishëm për zhvillimit të teknologjive më të larta, që shtrohet në një Shqipëri superfuqi energjetike, një Shqipëri shpresë besimi, një Shqipëri ëndre. Dhe ky është ndërimi më i madh që u bëjmë ne martirëve të 2 prillit, që ranë për të fituar pavdeksin në votën e lirë, për të fituar pavdeksin në shpirtin liridash të çdo qytetari, për të fituar pavdeksin në dignitetin njerëzor, nder për jetë, martirëve të 2 prillit, nder Shkodrës, Rozafës së Lirisë. Faleminderit zoti Berisha. Faleminderit të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj. Aktiviteti do të vijojë me një koktej në ambientet e Turizëm Rozafa në orën 12. Miru takofshim.